vetëm të Partisë Demokratike që nga data 6 janare vitin 1991. Si e vlerësoni Partinë Demokratike sot dhe sipas jush pse Berisha e ka humbur fierin sot? Atëherë, unë jam një nga themeluesit, jo i vetmi, por shumica e miqve dhe shokëve të mi në atë kohë, antarëve që themeluan këtë deg Partisë Demokratike në Fier, disa nuk ekzistojnë, se kanë ikur në kjo jetë, disa tjerë janë larguar, qoftë edhe kanë shkuar në prerin e dikujt tjetër. Dikush tjetër që mund jetë ende gjallë nuk ishte afruar, dhe nuk më vjen mirë që shumë prej tyre nuk i shoh sot, ose do mbesh mjaft mal zemra nëse ata do të vinin dhe do të ta votonin këtë zotin Sali Berisha për ta rikonfirmuar dhe njëherë si kryetar, si lider të Partisë Demokratike. Fakti që unë vi sot është se Partia Demokratike, nëse nuk do t'ishte zoti Berisha, sinqerisht nuk do t'ishte. Do t'ishte një parti e vdekur, në një pellë ku shumë do ishte ndarë në shumë copa, një parti që po e humbte demokratët jo vetëm si njerëz, po humbte shpirtin demokratik të kësaj partie të atyre themeleve që u. Por ishte Berisha ai që e ringriti dhe e çoi në këto kushte sot kur ne edhe mund të bëjmë një rivotim për atë. E meriton Berisha të jetë kryetari i Partisë Demokratike, kur nuk mund të dali kush një njeri tjetër që të kandidojë me ta konkuroj dhe të bëj atë që ai ka bërë për Partinë Demokratike. Natyrisht Partia Demokratike sot nuk është ajo që duhet ishte. Janë 35 vjet në cilën PD-ja duhet kishte qenë më shumë në pushtet. Se veprat që kanë ngritur në qeverisjen e saj janë vepra që sot do ekzistojnë edhe motë edhe në të ardhmen, janë vepra që do të ngelen në kujtesë të njerëzve të Shqipërisë të rindërtuar. Aq më tepër që sot kjo qeveri që ka mbi 12 a 13 vjet që drejton, po goditet nga të katër anë. Ka marrë plumba hajdutërie nga të gjitha anët e xhaketës e të pantalloneve, s'ka lënë njëri pa e kritikuar jashtë dhe brenda që kjo qeveri duhet të bjeri dhe të kishte rënë sa më shpejt. Do kishte rënë nëse Partia Demokratike do të kishte një organizim tjetër, nuk do të ishte shkatruar, nuk do të shitesh nga një ish kryetar si Lul Basha, cili i pruri gjithë këto dëme dhe partia s'kishte kohë. E para duhet të shikonte veten se ku ishte. E dyta duhet të bënte një herë si u votën këto zgjedhje e tjera dhe harxhoi shumë kohë. Për mua kohë më e madhe që duhet të harxhoj partia, por ende ka kohë, është ta organizojë Partinë Demokratike. Mua vjen keq që sot ka akoma njerëz që jetuan, janë mbi 500.000 votues, ndërmjet cilëve më të zgjedhin shumë prej tyre që ta bëjnë në një drejtim të tillë. Më bëhet qefi që edhe këtu në degën e Fierit kanë organizuar dhe kanë prurë një njeri si Ardian Ferro, i cili është një mjek i nderuar, një njeri që ka qëndruar Partisë Demokratike nga afër dhe që unë shpreh besimin se do ta ringrej edhe një herë Partinë Demokratike. Por duhet ketë kujdes sepse u krijua me sa mora vesh një listë me një 43 veta, që me thënë drejtën është një listë shumë e madhe, një listë që ndoshta do i duhesh një parlamenti të Luksemburgut për të bërë jetën e vet aktive, ose ndoshta do vendoste që a duhet godasi më Rusia, Ukrainën e tjera gjëra, jo më për të ngritur një parti demokratike. Në kohën e viteve 90-91, kur unë i mbaj më të mirë dhe kam memorit sigurt për atë që është kontribuar, ne nuk ishim as 20, as 20, po ishim 5, ishim 10, u bëm 100, u bëm 1000, u bëm 10.000, sepse krijuam frym, sepse e bëm që ne s'kishim asnjë interes. Nuk do gëzonim interesa që gëzuan pasardhësit e kësaj partie këtu dhe që sot janë edhe në përvende që ndoshta edhe se dikush prej tyre se meritonte. Prandaj them që Partia Demokratike është në rrugën e duhur për të zgjedhur kryetarin, për ta bërë këtë event sot sa më të rëndësishëm, sa më shumë të ishte mirë të votonin do ishte gjest shumë e mirë për të rikonfirmuar se është i vetmi lider që mund ta mbajë Partinë Demokratike në këto binar dhe për të krijuar një të ardhme tjetër në të ardhmen e sigurt. Partia Demokratike do rikthehet në pushtet, por kjo do kontributin e të gjithëve.
jo vetëm të mive. Unë nuk dua të rrëzoj gurin tim themelit. Do kam qenë, jam e do t'jem këtu deri në sa të kem frym, deri sa i madhi Zot të vendosi se në cilin krah politiku më duhet jem. E dua shumë Partinë Demokratike se jam themeluesi i saj. Zoti Mihali, si demokrati i vjetër, cili është apeli juaj për të përthirrje që të vinë demokratët e vjetër për të votuar sot? Nëse e ndin për obligim. Unë nuk në intervistën tuaj, në pyetjen që bëri gazetare, nuk e thash që pikërisht ato e dëmtuan shumë partinë. Këtu u krijuan shumë rryma. U krijuan njëra rrymë këtë, donte atë, donte. Pra, ju e kuptoni se si arriti Partia Demokratike deri këtu sa të stacionohet, të paktën ata antarë që janë sot, ata njerëz që votojnë, ta dim kush janë, sepse këtu ka lista lloj-lloj, ku diun se nga vinë që s'kan qenë ndonjëherë te PD-ja ose shkuan ande e këtej, dhe kjo është më e rëndësishmja. Kohezioni i asaj që ngele. Qoftë edhe ata pak. Do më duhesh shumë që t'ishin në 500.000 votues, të ishin të paktën 100.000 antarë të Partisë Demokratike, mbase kjo nuk është e mundur, por sinqerisht do të bëhen edhe ata pak, do të shtojnë, do kuptojnë se ardhmja është e sigurt. Faleminderit juve.